Në emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Amin. Etër të nderuar, të dashur vëllezër dhe motra më Krishti. Sot të dielën e 4 të Lukait, kisha ka vendosur të lexojmë parabolin e mbjellësit dhe farës nga Ungjilli i Shenjtë sipas Lukait. Kjo paravoli është e njohur nga të gjithë dhe nuk do të doja të mbetesha në shpjegimin e detajuar të tokave kura fara që hodhi farmbjellësi, por në atë çfarë ka ndodhur me ato fara që u mbollën. Prezenca jonë këtu është siguria, fakt i pamohueshëm që tregon se mbjellja e farës e Ungjillit gjen tokë të përshtatshme, zemra të etura për të njohur Perëndin në çdo kohë. Farat që u mbollën dikur në zemrën tonë nga persona që Perëndia i përdori për të mbjellur atë tek ne, si gjyshërit, prindërit, një mik i mirë, një katekist apo një klerik, dhanë fryt sipas tokës që gjetën në zemrat tona dhe prandaj ne jemi sot këtu. Disa nga ne e morëm farën e Ungjillit nga gjyshërit tanë, të cilët nëpërmjet shembullit, përjetimit dhe historive të tyre mbi besimin që na i tregonin me shumë dashuri, kur na merrnin me vetje për një lutje apo për të shkuar në kish. Nëpërmjet këtyre veprimeve të thjeshta mbollën farën e besimit në jetën tonë. Nga familja jonë, e cila është kisha e vogël, dhe prindrit tanë të bekuar, të cilëve ju jemi mirënjohës, pasi kujdesen për çdo gjë për ne. Ata ofruan më të mirën, duke filluar nga përkujdesja shëndetësore, si veshja e përshtatshme, ushqimi i shëndetshëm dhe kështu me radhë. Dhe nga dashuria për fëmijët, kujdesen edhe për anën shpirtërore, e cila është më e rëndësishmja, duke na treguar me jetën e tyre rëndësinë e besimit, me këndin e vogël të lutjes në shtëpi, me ndezjen e kandilit, me lutjet e përbashkëta për të falenderuar Perëndin për bekimet e tij, por dhe duke kërkuar ndihmë dhe udhëheqje në kohë vështirësish. Kështu ata mbollën farën e besimit në zemrën dhe jetën e fëmijëve të tyre, duke na ushqyer me nektarin e zgjedhur të besimit të krishterë. Nga shoqëria jonë, kur një person i veçantë, i cili ka një sjellje ndryshe nga rryma e shoqërisë, nuk mashtron, nuk përfiton padrejtësisht, nuk bëhet pjesë e grupeve kundër të tjerëve, i gatshëm për të ndihmuar dhe gjithmonë i gatshëm për të falur dhe për të rifilluar një marrëdhënie të shëndetshme. Nuk të bën laik, a laika, por të thotë të vërtetën, sado e hidhur që ajo mund të jetë. Një person me etik dhe moral të lartë, që nuk të lejon të flasësh keq për të tjerët kur je me të. Me këtë shembull, na tërheq për të mësuar më shumë arsyeën e këtyre sjelljeve të rralla në shoqërinë tonë. Dhe kur na tregon se ato janë rrjedhoje natyrshme e besimit të tij si krishterë ortodoks, atëherë na lind një ndjenjë kurioziteti dhe kërkojmë të zbulojmë më shumë dhe kështu filluam interesimin dhe njohjen e Krishtit dhe kishës së tij, dhe sot ndodhemi këtu. Nga predikimet ose bisedat personale me një klerik në kish, kur erdhëm, qoftë edhe vetëm për të ndezur një qiri, dhe ajo që dëgjuam mbeti në mendje dhe preku zemrat tona të rënduara e të munduara nga problemet dhe shqetësimet e jetës. Nga një katekist, në aktivitetet e mësimit e katekizmit, të cilat kisha organizon vazhdimisht për të gjitha grupmoshton. Siç kemi rastin e katedrales son, e cila është shembulli më i mirë për të kuptuar atë që kryepiskopi Anastas theksoi gjatë gjithë jetës së tij, liturgjia pas liturgjisë. Ne këtu marrim pjesë në liturgjinë hyjnore, që është qendra e jetës son adhuruese dhe besimit ton të krishterë ortodoks. Në të ne marrim trupin e Zotit dhe bëhemi një me Zotin dhe përjetojmë dashurinë, paqen, qetësinë dhe marrim guxim për të mbjellë farën e Perëndisë tek të gjithë. Me këtë frym zhvillohen edhe aktivitetet këtu në katedrale.
dhe ju ftojmë që pas liturgjisë të mund të bëheni pjesë e këtyre aktiviteteve, që të përjetojmë shoqërinë me njëri tjetrin, me gëzimin dhe dashurinë e Krishtit për të gjithë, si edhe të rritemi në njohjen e Perëndisë nëpërmjet tyre. Të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, secili nga ne që jemi këtu sot e morëm fjalën e Perëndisë në mënyrat nga më të ndryshme, sipas llojit të tokës që përfaqëson zemra e secilit prej nesh. Kryepiskopi Anastas, në një nga predikimet e tij mbi këtë paravoli, ndër të tjera na thot se në jetën tonë ne kalojmë të gjitha llojet e tokave për të cilat flet kjo paravoli, pasi jemi në një përpjekje të vazhdueshme, shpirtërore dhe kemi uljet dhe ngritjet tona, si në çdo marrëdhënie. Kështu, herë jemi ajo toka pranudhës, ku fara qëra u shkel, edhe zojt e qiellit e hengrën. Herë tjetër jemi tokë gurishte, ku fara rambi gur, edhe si mbiu u tha, sepse nuk ishte lagështirë. Dhe herë tjetër jemi ajo tokë ku fara ra në mes të gjëmbave, edhe si mbin gjëmbat bashkë me të e mbytën. Dhe herë tjetër, me hirin e Perëndisë, jemi ajo tokë e cila priti faren edhe mbiu e dha fryt 100 fish. Jeta jone e përditshme është ara, ku njerëzit mund të shohin se si duket fryti i besimit ton në veprim. Pasi, pavarësisht zhvillimit dhe arritjeve të teknologjisë, dhënia e fryteve nuk ka ndryshuar. Fara duhet të hidhet në dhe ajo do kohën e vet brenda në tokën e zemrës sonë. Edhe kur të jetë ora e Zotit, do të mbi, edhe do të rritet dhe do të jap fryte. Kisha na fton që ne të përqendrohemi në rritjen tonë personale me Zotin. Na udhëzon nëpërmjet jetës saj të pasur adhuruese, të kultivojmë frytet e shpirtit të shenjtë, që janë dashuria, gëzimi, paqja, durimi, dashamirësia, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetëpërmbajtja, siç na i thot apostull Pavli, i cili e tregoi veten tokë të mirë dhe dha fryt 100 fish. Kështu, ku lejojmë faren e ungjillit të zerë rënjë, të bi, të jap fryte tek ne, dhe të tjerët do të shikojnë këtë ndryshim në jetën tonë. Ata për arsye të ndryshme do të duan të kuptojnë se si blehet, se si përfitohet kjo paqe, kjo qetësi, ky durim me dashuri dhe vetëpërmbajtje. Dhe kështu Perëndia hap rrugën që edhe ne të bëhemi mbjellës të farës së ungjillit me jetën tonë. Nëse shikojmë pak nga ana historike se si u përhap besimi ynë në fillimet e tij, do të kuptojmë rolin e rëndësishëm që ka secili nga ne në mbjelljen e farës së besimit tonë. Në Ungjill na thuhet qartë se Zoti Krisht predikonte kudo. Ai nuk qëndronte në një vend dhe priste të shkonin tek ai, por shkonte dhe predikonte Ungjillin kudo. Gjithashtu edhe apostujt, pas Pentekostis, u shpëndan dhe mbollën farën në të gjithë botën. Edhe më pas, ata që dëgjonin mësimin e tyre vazhdonin ta jetonin, ta transmetonin tek të tjerët, mblidheshin në shtëpitë e tyre. Dhe kështu me radhë, brez pas brezi, u transmetua ky besim deri tek ne. Që nga koha kur Zoti Krisht e tha këtë paravoli dhe deri më sot, fara e fjalës vazhdon të mbillet dhe ne jemi prova se kjo farë e mbjell ka dhënë fryte tek secili prej nesh. Por sot, në këtë moment, ne të gjithë sipas dhuntive dhe mundësive që na ka dhënë Perëndia, ftohemi të vazhdojmë mbjelljen e farës së ungjillit në vendin tonë, në shoqërinë tonë, në punën tonë, në familjen tonë. Mënyra jone jetesës është ajo që mund të bëjë dallimin në këtë kohë. Një dritë e vogël brenda një dhome të errët bën një ndryshim të madh. Një fanar që ndriçon udhëheq shumë anije në liman të sigurt. Dhe të jemi të qartë, ftesa dhe detyra jon është të mbjellim farën,
nuk është mbirja dhe rritja e saj, pasi atë e bën vetë Zoti. Ne nuk duhet të ndalemi nga ndështimet dhe refuzimet e kujdo ndaj fjalës së Zotit, pasi shqetësimet e jetës marrin përparësinë në jetët e njerëzve dhe nuk lënë vend për fjalën e Perëndisë. Le të mendojmë një moment që nëse secili nga ne në ambientin ku jetojmë e punojmë, do të mund të mbillnim farën e ungjillit me jetën tonë, pasi besimi ynë është mënyrë jetese dhe shprehet në çdo veprim. Me kryqin e pagëzimit që mbajmë në qafë, si armë kundër armikut dhe shprehje identitetit tonë të krishterë, dhe me sjelljen tonë të përditshme. Dhe le të rikujtojmë se atëherë vetëm një doli dhe mbolli farën dhe u përhap në të gjithë botën, ndërsa sot ne këtu jemi shumë, dhe nëse dalim të gjithë të mbjellim farën me besim, do të shikojmë që frytet e saj do të duken shumë shpejt në jetën e kishës sonë. Dhe së fundmi, le të kujtojmë përgjegjësinë tonë parsore, e cila është të njohim Perëndin, të krijojmë një marrëdhënie të gjallë me të, të komunikojmë me të nëpërmjet lutjes, të mbushemi me hirin e tij, dhe vetëm atëherë do të jemi në gjendje të transmetojmë dhe të bëhemi përçues, mbjellës të fjalës së Perëndisë tek të tjerët. Por ajo farë që ranë dhe të mirë, janë ata që dëgjuan fjalën dhe e mbajnë në zemër të mirë dhe të pastër dhe bëjnë fryte me durim. Amin.